diskursit gjuhës dhunës politike. Kjo nuk është e vërtetë. Duhemi të jemi shumë të sinqert para qytetarëve. Lëvizja e vetëvendosje nuk ka qenë fare në skenën politike, kur kemi dëgjuar akuza kundër akuza për vrasje politike, e që e kanë dëmtuar shumë vendin tonë, e që për shkak të këtyre akuzave kundër akuzave, sot e kemi një gjykatë në Hag, e cila po e dëmton Kosovën, e cila po e dëmton procesin e progresit vendit tonë. Njerëz atje po akuzohen bazë saj gjuhë që është përdorur dhe siç e thash edhe më herët, unë si fëmijë më rrit me këto akuza dhe kundër akuza. Sa i përket gjuhës, nuk ka formuar sistem as lëvizjave të vendosur. Po, krejt që ata shpeshojnë vetëvendosje. Dëgjoni, zoti Arifi, nëse ju thoni 40.000 profile fake, besoj që edhe kjo nuk është e vërtetë. Duhet jemi realist, duhet ju tregojmë drejt qytetarëve. Unë e thash edhe para këtij emisioni. Hajde po flasëm me argumente, me fakte. Jo me lëshu një muhabet ose kështu të pa argumentum kërka heq. Normalisht që qytetarët vëshojnë me komente në rrjetet sociale. Se para 10 vite, 12 vite nuk ka pas rrjetet sociale. Normalisht që juve ju duket shumë se jemi shumë për nga numri i votuesve. Jemi 51%. Normalisht, kur 10 veta jenë në një dhumë, dhe 5 të kritikojnë, dokën shumë se mbetni aty veç ka një. Dokën shumë zoti Arifi, nuk ka kësi profile, dëbetohem, nuk ka dhumat të tilla, këto janë shpifje. Ata që po i plasojnë këto shpifje, kanë qenë pjesë e lëvizjes së vendosje, e kanë pasur mundësinë të flasin atëherë kur kanë qenë, e jo dalin tash shpifin në këtë nivel, thonë që ne ju kemi ndihmuar mi ndërtu ato dhoma, po nuk kemi fol. I Gërgjeli në rastin e fundit, na jem dëshmitar. Ka iniciuar në këtë gjysh iniciuar, dëgjom, ky ka qenë një rast momental. Ka qenë një rast momental që i ndodh çdo qytetari ndoshta. Ka qenë një rast unë mund të them që për 2 palëve nashta ka qenë jenë taku rastishëm. Qysh më në lëvizjave të vendosje me inskenu